Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Zyrtare, Arjan Konomi i zëvendin Arber Ajdarit vitin e ardhshëm në Big. Në një emision të fundit janë transmetuar intervista nga festa pas finales së Bigut, ku finalist, ish banor dhe opinionist ndanë emocione dhe përshtypjet e tyre pas mbylljes së këtij edicioni të suksesshëm. Gjatë këtij episodi vëmendjen e mori një intervistë e shkurtër me Livian, ku të ftuar ishin edhe opinionistët e njohur Arber Ajdari dhe Arjan Konomi. I pyetur për ta përshkruar këtë edicion me një fjali të vetme, Arber Ajdari nuk hezitoi të jap një përgjigje të drejtë për drejtë. I jashtëzakonshëm, shtoi ai më tej se ky sezon ka qenë ndër më të veçantët, duke theksuar edhe një herë rolin e rëndësishëm të topit në sjelljen e formateve të suksesshëm për publikun shqiptar. Unë kam thënë që çdo gjë që del në botë e para transmetohet në top dhe po, ka qenë një spektakël i jashtëzakonshëm. Një tjetër pyetje që ngjalli interes ishte ajo nëse Arber Ajdari do të rikthehet sërish si opinionist në edicionin e ardhshëm. Përgjigjja e tij ishte më e rezervuar, duke lënë gjithçka të hapur. Nuk e di, varet, nëse do bëj një punë akoma edhe më të rëndësishme, ndoshta nuk jam. Ndërkohë, i pyetur nëse do t'ia linte vendin e tij Arjan Konomit, Ajdari nuk kursoi vlerësimet për kolegun e tij, duke e cilësuar si një figurë me eksperiencë të madhe në këtë fushë. Arjan Konomi është profesor i kësaj pune, tha ai duke nënvizuar respektin profesional mes tyre.